Mirëmbrëma nga Paper FM. Unë jam Anila Suristarova dhe sot kam rubrikën Në dhomën tjetër. Në këtë rubrikë zakonisht ftohen personazhe që janë interesant për të njohur pak më thellë. Arti i tyre, muzika e tyre flet vet, por unë do doja të njihja njeriu që fshihet pas atij arti, fshihet pas atyre teksteve. Kështu që sot do doja të kuptoja çfarë e bën të lëviz, çfarë e bën të trishtuar, çfarë e zemëron, çfarë e frymëzon të bëj këngët që bën Aris Demaj. Mirëmbrëma Nila, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që pranove. Jo, faleminderit shumë. Unë kam dëgjuar emisionin edhe vet disa herë. Është emision shumë i bukur edhe patjetër nuk mund t'i thoja jo, s'ka si. Kush je ti? Nuk s'ja kam pikën e idesë, nëse do të thosha gegnisht, jo sinqerisht zero, nuk ja kam idenë kush jam unë. Gegnisht të vazhdosh se. Gegnisht si të vin, po nuk ja kam idenë, me thon drejtën, është një strukturë gjithmonë në ndryshim dhe gjithmonë në lëvizje, edhe nuk e di nëse është në natyrën time, nëse biologjikisht jam i ndërtuar kështu, që kërkon të shkatroj dhe ndërtoj shumë shpesh. Në çfarë faze je në këto momente? Në shkatrimin dhe ndërtimin. Çfarë po shkatron? Po shkatroj të gjithë identitetin tim të vjetër si muzikant, le të themi, edhe si njeri për shumë gjëra që kanë ndodhur për mua jetët pal 2 vitet e fundit. A do ishte e udhës nëse unë të pyes për diçka që ti po e shkatron, më specifike? Më zhdash vitet e fundit dhe një veten në dimensione të reja. Jeta ka qenë goxha sfiduese. Unë kam ardhur me ide si fëmijë, kam pas gjithmonë idenë që njerëzit brenda vetes thellë janë shumë të mirë. Edhe kam dashur shumë me pa mirësinë të njerëzit, por kam kuptuar që kjo jetë me gjithë dinamikat e veta, me gjithë kushtëzimin që ka, fatkeqësisht disa njerëz që ne i shohim në barsinë më të madhe që kanë ata, do mundemi t'i shohim edhe në errësirën më të madhe që kanë ata, dhe nuk është e bukur sepse nëse errësira përplaset me ne, na thyet të rinë neve në këtë rast, dhe për mua kështu ka qenë. Si në dimension shoqëror, me njerëz që kanë qenë miq të mi, edhe njerëz shumë të rëndësishëm për mua, si edhe në dimensione artistike, sigurisht që më zgdash të punoj edhe me njerëz që. Në dimensioni njerëzor, a ka njëri që pjesa e bardhë ka dominuar, ajo që ti ke zbuluar? Ka njerëz që pjesa e bardhë ka dominuar, po unë kam edhe një problem, një problem shumë të madh që unë jam njëri që shty shumë edhe nuk di të ngopem, është problem shumë i madh dhe kur e du të bardhën, du t'i marr maksimumin. Edhe ka njerëz që kanë bardhën edhe unë i lodh shumë, si i them, pse se nxjerr bardhën më shumë, nxjerr bardhën më shumë. Po në këtë momente ti çfarë duke nxjerr? Unë tani mendoj jam duke nxjerr gri. Gri. Po jam duke nxjerr gri. Si është pjesa jote e zezë? Do ta mendoj pjesën time të zezë sepse ka kohë që nuk kam zgjedhur. Pjesa jame e zezë zakonisht është kur unë mbyllem brenda vetes edhe merrem me to. Nuk e di nëse jam i drejt kur e them, por mendoj që njerëzve rreth meje mundohem t'ju bëm sa më pak barr. Edhe mundohem t'ju krijoj sa më pak probleme. Dhe zakonisht kur kam pjesë të zeza unë tërhiqem. Dhe mundohem të merrem me to objektivisht, por sigurisht që edhe njerëz më kanë ndihmuar pafund, duke më treguar që kjo është diçka që ti duhet ta ndryshosh. Në këngët e tua, sepse kur unë kam dëgjuar këngët e tua ishte ka shumë zemërim aty brenda, ka shumë mos pranim për shumë gjëra, ka sharje, ka duket, ky është interpretim, duket sikur vjen nga pjesa jote e errët, nga gjithë lëndimet e tua. A është arti forma jote për të shëruar veten? Forma jeme për shëru veten janë njerëzit. Dhe përmes tyre njerëzve e gjitha përkthehet në atë që unë krijoj. Gjithmonë për shëru, nëse kam nevojë për të shëruar, gjithmonë do i drejtohem njerëzve.
gjitha atyre njerëzve që ndodhen përballë meje, afër meje në ato momente. Masanej e gjitha eksperienca që unë marr nga këta njerëz dhe një pjesë që unë sigurisht nuk e marr, pasi askush s'mund na japi 100% e vet, asun s'mund t'i jap askuj 100% tim, ajo një pjesë që unë nuk e dash dot kthehet në vepër, të mundon të plotësoj një puzzle mes njeriu, meje dhe asaj që ndoshta nuk u tha më zë në atë tavolinë. Okej. Por u kuptu. Okej. Në këngët e tua ka shumë fjalë anglisht. Po. Do të thënë duket gjysma është shqip, gegnisht, Po. gjysma tjetër është anglisht. Po. Doja vetëm ta kuptoja. A shumë vjen natyrshëm. Për shembull, nëse një fjalë ma shpreh emocionin më mirë anglisht, e bëj anglisht. Nëse ma shpreh më mirë shqip, e bëj shqip. Nëse ma bë gegnisht, më mirë e bëj gegnisht. Nëse ma bë në gjuhën tonë standarde letrare, e bën në gjuhën standarde letrare. Për shembull, të qyteti refreni është ecim rrugës bashkë na dysh, e gjitha në gjuhë letrare. Sepse ashtu e ndjeva. Okej, se ka një kështu shqetësim lidhur me gjuhën shqipe që brezi i ri po e Mos më intereson. Ty s'intereson. Fare, nuk jam për nacionalizëm, as për gjuhë shqipe, as për traditë. Po për çfarë? Zero. Unë jam për njeriu. Okej. S'ka rëndësi ku është, çfarë gjuhë flet, edhe nëse nuk mundet të flas, mund të flas me sy. Edhe për mua kjo është gjëja më e bukur në botë. Okej. Tani do doja të kalojmë në një këngë tënde. Okej. Që do jetë dikur. Okej. Jemi në emisionin Fije Jete. Sot jemi në rubrikën Në dhomën tjetër dhe i ftuar është Aris Demaj. Aris, si ke qenë ti 10 vjeç? Kam qenë shumë fëmijë kurioz, shumë fëmijë lëvizshëm, gënjeja pafund. Më duke sikur nëse unë gënjeja njerëzit, mund të merrja reagime të cilat nuk i kisha parë më përpara. Dhe gënjeja ime më zëja nga krevati, thosha ka ardhur filani dhe dilte në rrugë ajo duke kujtuar se ka ardhur, ose bënte shtëpinë gati se na erdhën mysafir. Dhe zvita në mysafir mërzitej me mua dhe unë thjesht shikoja me kuriozitet. Po ke ty çfarë ndodhte kur mami mërzitej? Merja shumë kënaqësi. Po, si fëmijë. Dhe mos dash shumë vonë për ta kuptuar. Që ajo ka qenë një dëshirë imja, le të themi, për të ushtruar kontroll ose pushtet tek njerëzit, që fëmijë. Edhe kam pas në marrëdhënie, kam qenë goxha manipulator. Dhe si del kjo nëpër këngë? Nëpër këngë mundohem mos t'jem sa më shumë, të them drejtën. Arsi se nuk mund të them se bëj një punë 100% drejt, sepse nuk mund ta gjykoj vetë, po mundohem t'jem sa më i vërtet për shkak të vetes time, ja ndjej sikur ja kam borxh vetes time, të jemi drejt këngët e mia dhe pastaj aty në që më dëgjojnë. Ka dhe këngë që shkruan me plan, që ti e bën këngën me plan që ai refren funksionon edhe, po nuk është, ajo është business wise, nuk është manipulim. Si të manipulosh një njeri ime më ose këtë tjetër. I ke kërkuar falje? Mamas time? Njerëzve që ke manipuluar? Jo. Jo? As nuk do ta bëj, se kam qenë fëmijë. Nuk e kam bërë kur jam rritur. Kur kam qenë fëmijë, kam qenë fëmijë. Okej. Ai është version që unë nuk jam ka trajta, por nuk jam nëse do i kërkoj falje, do i kërkoj për diçka që unë e bëj tash dhe mund ta bëj gabim. Po ç'a ndodhte me zemërimin e saj? Mami ka qenë anktioze. Mami zemërimin do nxjerrte. Unë kam qenë një njeri që nuk është se kisha shumë problem rrezikun, edhe nëse zemëroheshin ata, kam pas shumë përballje unë për të marrë lirinë time me shtëpisë. Për leshe shumë të mëdha, sidomos duke qenë se unë visha nga zonat rurale, ka qenë shumë e vështirë që mos e mlin kaloja rrugën. Dhe pastaj nga një personazh që le të themi nuk kalonte rrugën në lagje, u ktheva një person që rrinte rrugave me thika në xhep në adoleshencën time. Kur mendon që ka filluar kjo pjesa jote e rebelimit? Besoj të kem qenë 15 vjeç. Mban mend ngjarjen? Patjetër, unë kam pas me figurën natyrore me babin. Pasi babi nuk ka qenë shumë prezent emocionalisht dhe mendrisht. Pasi ka qenë edhe vështirë për atë, po besoj është edhe natyra e tij. Edhe nuk kam pasun një udhërfys që të më tregoj mu si ti e mashkull, dhe më tregoj mu jam apo s'jam rregull, ose për shembull më një histori me babin tim, ka thon babi mu, dhe sa harroj kur si fëmijë, shi tha si heca, i tha sa duket tha që është ai gangster.
po babi e tha, babi im nuk ka qenë kur për të pasur një fëmijë gangster. Po thjesht e tha si observim momental, po për mua ishte gjë shumë e rëndësishme. Unë nga ai moment vendosa thash, po çka kam unë mos jem gangster. Do të thënë, si u përthye ke ty kjo? Po direkt unë mendova duhet të jem edhe unë gangster. I ka bërë përshtypje ti mati dhe unë duhet të jem gangster. Hese me një confidence, nuk e harroj kur. Ishte pak më i vogël sonaj, ideal dhe hese i hit të krahët. Kështu ndërsa unë kam qenë më i mbyllur, më introvert se njëri. Çfarë ndodhi me këtë pjesën tënde introverte tani? Me pjesën time introverte, pjesa ime introverte është akoma. Unë i du njerëzit, po në të njëjtën kohë edhe mlodhen shpejt të thon drejtën edhe myllem, domethënë kam një kohë që unë i jepem shumë njerëzve, pastaj kam një kohë që unë myllem brenda vetes edhe kaloj shumë kohë për procesu të gjitha ato që spata kohë duke qenë afër njerëzve. Sa kohë i izoluar për të procesuar apo metabolizuar atë që? Ka pas periudha shumë gjata. Për shembull, ka pas një periudhë që unë kur kam qenë adoleshent nuk kam dal nga lagja për një vit. Dhe jetoja në një hapësirë këtë jonë për 1 kilometri katror, domethënë një hapësirë shumë të vogël. Kisha vetëm 2 shokë ngushtë dhe aty rria dhe nuk doja të takoj asnjëri tjetër, nuk kisha kontakt as me prindër, shkoja ke dhoma ime i bëja gjërat vet. Nëse ti do takoje atë djalin që gënjente kaq shumë për të parë, për të kuptuar si reagojnë njerëzit edhe sa u zgjat zemrimi apo ndurimi, çfarë do i kishe thënë po ta takoje sot? Unë kam provuar edhe këtë ushtrim terapi, është ushtrim se nuk më pëlqen mua të thon drejtën. Pse? Sepse më duket absurd. Më duket sikur memoriat e mia gjithmonë janë të fabrikuar në ngjarje të vërteta, por edhe jo, për shkak të imazhit që unë ndërtoj për fëmijën që unë kam pas atëherë, pasi nuk ekziston një njëjtë version për motrën time, po ta pyesësh as për nonën time as për babain tim. Po të pyes ty? Unë do i thosha që je fantastik, je shumë i mirë, bëje prap. Okej. Po. Shumë mirë. Kur bën këngët, për kë këndon? Kujt ja bën? Kë ke parasysh? Shokëve të mi. Dhe ke parasysh personazhe të caktuar? Po. Miqtë e mi më të mirë kanë qenë nxënësit më të mirë në shkollë. Dhe për shkak se jeta na ka ardhur në zonën rurale ashtu siç na ka ardhur, shumë pak prej tyre arritën të kenë një jetë me pak probleme, se nuk mund të them pa probleme, se kur vjen nga zona rurale ti mbart problemet e gjyshit e të papit edhe gjitha me vete. Edhe unë i kam fizikisht aty, po kam shumë miq, sepse kanë mendoj unë edhe kanë veten gjatë, sepse rendin për siguri edhe rendja për siguri është e pafundme. Po ti vetë ke humbur njerëz prej teje? Pra jo humbje që jeta sjell apo prej gabimeve që kam bërë unë? Në raport me ta po? Po kam humbur një mik timin shumë ngushtë. Por që është shumë triki, sepse unë nuk du të ngjaj si narcisist, por që unë jam mundu të bëj maksimumin mos bëj gabime dhe le të themi që unë kam lënduar atë duke dashur ta ndryshoj. Ky ka qenë mësimi më i madh që kam marrë. Nëse ai të ndjek tani, doja ti thoshe diçka? Po patjetër, doja ti thosha që ai ka një shans akoma sot për të qenë ai që në të vërtetë është. E kuptoj. Tani mendoj që të dëgjojmë këngën tjetër të ndën. Këtu ka Juda shpinë. Rikthehemi në emisionin Fije, në rubrikën Në dhomën tjetër. Ky emision është për gjithë ata që janë në makinë në këto momente dhe po merren me mendimet e tyre, ndoshta është momenti që të merren edhe me të dëgjojnë. Një mendje të bukur dhe interesante siç është Aris Demaj. Faleminderit. Aris, po flisim pak më parë për faljen, që për mua është shumë e rëndësishme dhe nga praktika ime më rezulton që është një edhe fjalë e vështirë për të thënë, por edhe një proces i vështirë për të kaluar në imtësinë e vet, pra një falje për i vërteti. Ti ke mundur të kërkosh falje të ndjerë që ke kuptuar që ke lënduar me ose pa dashje njerëzit? Po. Jo, se s'është aq e thjeshtë, për mua është shumë e vështirë, nuk është se është e thjeshtë, unë zakonisht mundohem ta bëj
me vepra, mundohem të kompensoj pafund me vepra, ndërsa me fjalën e kam përdor, por nuk e përdor shpesh fjalën, më fal. Cilat janë disa nga veprat që ti bën për të thënë fal? Mundohem për kujdesem, jam aty kur kanë nevojë emocionalisht, kur kanë nevojë për të bërë punë, çfarë do lloj pune që është. Dhe pastaj gjej momentin e duhur, duke qenë se jam manipulativ, për ta të thënë atë më faljen time, but, po pa e thënë më fal fiks. Ka ndonjë arsye që nuk e thu më fal fiks, thjesht do ta kuptoj? Kjo, unë mendoj se kjo vjen nga që unë jam njeri që mendoj se zhgënjy shumë nga njerëzit. Edhe janë disa njerëz që unë mendoj, jam rrit edhe në një ambient që nuk e kanë përdorur shpesh fjalën fal dhe kemi kompensuar me vepra dhe me shoqëni. Edhe kur mëzitem shi me njëri tjetrin thotë, "E doj kafe nesër", thotë. Po thotë fal, ne e dinim që po thonte fal. Edhe mu më zhdash të mësoj ta them si fjalë, por zakonisht kur e them unë si fjalë më fal, ose fjala të dua, për mu më fal dhe të dua ka një peshë shumë të madhe emocionale dhe unë duhet bëj një gabim shumë të madh për ta thënë fjalën më fal. Po ka disa njerëz që ja kam thënë. Për shembull, motrës, mamit, Sardit, nëse është të një gjuhë, lajbës e dhe të një gjuhë. Sardo më fal. Edhe Eugenit, partnerës Gjulias, unë edhe harroj, se jo kam thënë njerëzve, besoj. Po nuk jam njeri që maj mëri si njeri, mendoj unë në përditshmërinë time. Ti vedo, kishe nevojë që ti kushtet të thoshte më fal? Tani jo, para viti po. Para një viti do kishe? Po si fëmijë? Ky është problemi, pra unë si fëmijë nuk mendoj se si fëmijë. Nëse dikush të ka lënduar si fëmijë. Më kanë lënduar pafundsh, më kanë lënduar prindërit e mi, më kanë lënduar, më kanë coptuar, kam pas një mama anktioze, që shmundu të projektoj të gjitha gjëra që i mat nuk i ka arrit tek unë. Më thotë mundi, për shembull, nuk do bësh askush, do shesh banane, do punosh në llaç, thotë, si këto njerëzit rreth teje. Edhe unë jam rri gjithmonë me ndjenin që unë nuk do bëhem askushi. Edhe më zhdash shumë punë, biles edhe gjatë terapisë time me psikologun tim Ermalin, që ne përshëndesim, bje busjeshe, sa kujtoj për njeriu që është. Mu më zhdash ta kuptoj gjithë të gjë edhe ta brendësoj gjithë të gjë, sepse unë kam qenë njeri që donte shumë drejtën, luftonte, zi edhe me grushta për këtë gjë. Po gjithmonë njerëzit më çortonin. Dhe nuk ma ka thënë kush më fal që të kam qërtu ose të kam etiketu si një njeri që nuk je në rregull mendërisht, sepse ti po mbroja ato që mu me duke e drejt. Dhe do doja shumë mund, më kishin thënë njerëzit, më fal për gjithë ato etiketime, dhe do doja të më kishin thënë shumë më fal se jam njeri që jam gati të bëhem i dhunshëm, po me të keqen nuk bëhem pal. Dhe ti the që në këto momente nuk pret një më fal. Jo. Si ta kuptoj këtë? Kam kuptu, që të mundohem të ashilloj, kam kuptu që njerëzit kanë betejat e veta, e kam zbut shumë sensin tim të identitetit gjatë viteve me punën që kam me vete, dhe nësa ata më thonë fal, nuk e di për cilin version do më thonë fal, se unë nështë edhe se majmen versionin e para i viti. Po nëse do bëja dikush do bënte diçka gabim, ka shime e tani, po do më thonë të fal, do ishte okej, po mos më thonë, problem. Okay. Po para një viti nga kush prisje të thoshte më fal? Ka gjithë njerëzit rreth meje. Gjithë? Po. Të gjithë. Edhe motra? Jo, përveç partnerës edhe motrës e 3-4 vjeta, shumica, kur them të gjitha shumica. Kam pas një vit që mu më zhdash të bëj shumë gjëra, sistemoj shumë gjëra në jetën time, të ridimensionoj gjithë shoqërinë time. Atë që unë jam, gjendjen ekonomike, mamaja ime u smurt, kisha mundësi që kisha vuca gjona për Terezi në rast se do na ndodhte diçka pa parashikueshme. Dhe unë e gjeta veten me pak njerëz rreth meje, dhe kjo sepse ata mendonin se unë mundem t'ju bëj ball normalisht këtyre gjërave. Ti di të kërkosh ndihmë? Jo. Jo. Do doja ta mësoja? Them drejtën jo.
A do më ndihmosh ta kuptoj pak më Po, mirë do këtë? të ndihmoj, se patjetër që ka. Unë i du shumë njerëzit, por kam kuptuar që njerëzit në vetvete kanë betejat e tyre dhe betejat e tyre janë primare. Dhe unë jam mbështet shumë tek njerëzit dhe kam kuptuar që mund të mbështeten për disa gjëra dhe për disa gjëra jo. Kështu për gjëra madhore unë do doja t'i bëja vetë, nuk kam më besim të shumica e njerëzve, nuk mund të them tek gjithë. Tingëllon si zhgënjim. Unë mendoj se është shumë shumë logjike. Po, ti si kundër në tekstet e tua që përdor zemërimin për të shkarkuar një pjesë të dhimbjes, edhe në këto momente po përdor logjikën për të shtypur një lëndim që të ka ardhur nga njerëzit që ti duket sikur ke pritur të ndihmojnë. Po si ta vlerësojmë këtë gjë, pasi unë momentalisht jam shumë i lumtur. Jo se s'kam probleme, njerëzit rreth mi e din kanë. Jo, po flasim për atë vetmi që ke përjetuar vjet, kur mund kishe pas nevojë për ndihmë dhe ti thon s'di të kërkoj ndihmë. Po. Dhe ke racionalizuar, ke shkuar në pikën të thuash që shiko se njerëzit kanë probleme të tyre, që është e vërtetë, çdo njeri nga ne ka thesin e vet të halleve, po kjo s'do të thotë që të mos ndihmojmë nëse dikush kërkon ndihmë. Çdo thotë për ty të kërkosh ndihmë. Kam shumë frikë që do i kthehem një cikli që më përpara më ka qelluar shumë zhgënjyes. Pra ke kërkuar dikur? Patjetër, se nuk kam njëri më vështirësi, por kam kërkuar. Unë kam miq dhe njerëz rreth meje, por kam kërkuar disa raste dhe nuk ka rezultuar me sukses, disa raste ka rezultuar me sukses. Është temë shumë e komplikuar, se unë kam një zhgënjim shumë madh me qenie njerëzore. Si të tërë. Nuk është se nuk e dua, gjitha njerëz që më kanë zhgënjur janë miqtë e mi që po më dëgjojnë sot, ja u ha zemrin, shumë mirë. Po, jo, e din, se ne kemi konsumuar këtë gjëra, por që nuk e din, ndoshta janë bërë shumë i ftohtë, se di. Po. Nuk e di, vetëm ti e di këtë. Nuk e di, sinqerisht nuk e di, se nuk kam se si e gjykoj, sepse unë i bëj gjërat me shumë pasion dhe jam shumë i lumtur dhe me këta njerëz kaloj ditën dhe kënaqem, por në të njëjtën kohë nuk dua të lodhem më me pritshmëri. Është sikur kam heq pritshmëritë. Dhe ka disa gjëra që unë nuk du as ta mendoj. As ta mendoj nëse ky do më zhgënjej. Kisha për të bërë një videoklip unë dhe do paguaj zotëria dhe pse njëja unë, është miki joni, nuk e kryu si 101.000 herë, të nesër shkova bleva laptopin më të mirë që ekzistonte dhe mësova të bëj editimin dhe kolorimin e videos për një javë. Së mua është e lodhshme, sidomos nëse duhet ndigoj unë të gjitha arsyet pse këta njerëz nuk e bën deliver punën si duhet. Dikur ndigjoja, tash jo më. Tani nuk e ka. Jo. Mirë, unë mendoj që ky është momenti për të dëgjuar Zotin Mizoris. Po. Faleminderit. Rikthehemi me rubrikën Në dhomën tjetër me Aris Demaj. Aris, pak më parë po flisnim për zhgënjimin. Edhe faktin që ti bën shumë çka që të mos zhgënjehesh ka të tjerët. Se gjithë përvoja në jetën tënde të ka bërë të përjetosh disa zhgënjime, kështu që ti ke ulur pritshmëritë për njerëzit në mënyrë që ti zgjidhësh gjërat vet. Ti vet e ke zhgënjur veten? Patjetër. Po, patjetër që po. Por që unë kam para 3 vitësh që kam bë paqe me të, se aq di aq bëja. Do të thënë, aq kapacitet kam pas, dhe pastaj kur u thojnë kohë them, uaj, version. Prandaj është ajo që diskutonin bashkë problemi me versionet. Dhe nëse kthehem vetes time para 2 vitësh, sigurisht që kam bërë gabime pafund. Po flasim për zhgënjimet. Po, ke zhgënjur. Kam zhgënjur veten, më zdash të ndoshta kam marrë kohë për shkak të mekanizmeve të mia të kompensimit për të bërë prind dhe terapisë për njerëz rreth meje, pasi kur ju ndodhin shumë trauma në lagjen time dhe zakonisht dhe femra dhe meshkuj kishin trauma të tmerrshme, njerëz që hynin në shtëpi, njerëzit kanë jetuar pa porta, pa dritare, deri tek abuzimet seksuale. Zakonisht nuk e di pse, po njerëzit që unia zgjidhin të më tregonin mua. Mbaj mend, po unë isha fëmijë dhe mund të ishin edhe më të mëdhej se unë mosh, po ndoshta qetësia ose fakti që isha i butë, nuk e di, por më zgdash që atëherë mu të mësoj
Edhe mbaj mend merja librat e Shakespeare-it, Voltaire-it, sa atë nuk dija fare nga psikologjia dhe të merja vesh si funksionon një qenie njerëzore dhe mundoja të kuptohesha natyra njerëzore si funksionon. Shkoja ke Shakespeare thash, ke Schopenhaueri, dhe pastaj Schopenhauer ishte skëter, ishte ai hante drek me vetëm me qenin e tij dhe unë implementoja Schopenhauerin sinqerisht një 2 muaj rria vetëm për të kuptuar, për të bërë lifestyle-in që bënte Schopenhaueri, pastaj lexoja tjetër në mënyrë që këtyre njerëzve rreth meje t'ju jepja këshilla. Dhe kjo mu bë mekanizëm mu, dhe njerëzit rreth meje ma kanë thënë që ti do të merresh më shumë me veten tënde se sa me njerëzit rreth teje, sepse nuk kemi aq nevojë, por me sa duket kisha unë nevojë. Kishe ti nevojë për çfarë? Kisha nevojë për të pretenduar që po bëj mësuesin e tyre, por në njëjtën kohë po mësoja vetë dhe po merrsha dashurinë time në formën që unë e njihja, që nuk e kisha fëmijë që dikush më mësonte. Okej. Faleminderit. Faleminderit ty. Në disa nga këngët e tua ka një zemrim shumë të madh me realitetin, edhe në takimet tona e përmendë disa herë që jemi brezi që kemi pa busull, jemi brezi që Po. Brezi humbur e quajte ose nëse brezi humbur është. Do doja ta kuptoja pak të perceptimin tënd mbi brezin. Me këtë brezin e ri që ti e quan të humbur. Është brezi i mes 90-tave. Është një brez që pa një tranzicion shumë të madh. Biles me shokët e mi ne shpesh diskutojmë edhe kur jemi të pakënaqur për gjëra që kemi arrirë, unë zakonisht kam një foto në telefon dhe është Ania në Vlorë, që janë gjithë njerëzit, nuk e mbaj mend eksakt vitin dhe janë gjithë ata aty. Dhe shpesh mbaj si pikë referimi për të kuptuar ç'a kemi pa, ku kemi qenë dhe ku jemi tani me një shoqëri që po ecë shumë shpejt. Dhe nuk është si jemi mësuar të adaptohemi, ne kemi kaluar nga, për shembull, në zonat ku jemi rrit ne, përveç një zone besoj të caktuar, të Tiranës shumë të përqendruar, ne kur shkoshim me thirr shokun lagje, ne kur dilte motra ulshim syt ose vishim dorën. Edhe i thoshim për shembull, a është filani këtu? Motrës, e mendoshim që po i hodhe syt, mendoshim po bëri batut. Ti do vendosin siklet shokun tat pasi roli i femrës ishte shumë i brisht. Nëse shaje dikë me motër, pa tjetër merë një thikë një ku këmbëve. Kështu që nga ata njerëz, po jetojmë një shoqëri sot që njerëzit po marrin lirinë e tyre seksuale, sidomos femrat, është fantastike, është gjëja më e bukur në botë, po ne duhet akoma të adaptohemi me këtë gjë. Do të thënë në këngët e tua, kjo liria seksuale që ti thua është shumë e bukur. Duket sikur ti nuk e shikon që ka ardhur organikisht. Jo, s'ka. Dhe me këtë je i reveluar, me këtë je i zemëruar. Jam i zemëruar, kam edhe këngën Një ditë ka dhe Korbi, që flas për këtë gjë, duke qenë që kemi ardhur nga një gjendje ekonomike shumë e varfër si popull. Njerëzit e kanë gjën më të rëndësishme. Unë zakonisht edhe kur dal edhe gjatë jetës time me shoqëri, e shoh se si personifikohet një femër, e shoh nevojën e saj për siguri dhe e shoh se çfarë është e gatshme të bëjë për nevojën për siguri. Dhe pritshmëri që ka një femër për një mashkull tashmë, dhe pritshmëri që ka një mashkull për një femër tani nuk bëjnë sens, sepse nëse dikur do doni një femër të vjegjër dhe të ndershme sipas standardeve të atëhershme, tani kanë standardet e tjera. Që janë? Që duan një femër që prap të ketë sa më pak, mos ketë 10, po të ketë 5. Rreth moralit është e gjitha. Është rreth moralit. Ndërsa femrat duan dikë, mendoj unë, ma sa shoh unë. Ma sa ke parë. Ma sa kam parë unë, dikë që t'ju siguroj të mirat materiale, siguri emocionale dhe sigurisht edhe mendore se do të gjitha vinë bashkë. Një ndër këngët më të famshme të momentit është një këngë një raperi tjetër, që thot filani u knaq, thot që i shitin ja 2 kurva. Edhe kurva du knaqen se morën pagesën fund. Është kënga më virale në TikTok. Dhe unë shoh femra, dhe po ta tregoj pastaj pas emisioni, femra që vdesin për atë këngë. Brezi i humbur është sepse çdo gjë erdhi duke sikur i ka munguar tranzicioni i duhur për tu. Është bërë shumë shpejt. Shumë shpejt. Do të thënë ti sa kohë ka kaluar nga i momenti që ti kur shkoje të rrisje shokun dhe dilte motra ti mbuloje syt që të 6-7 vjet. 6-7 vjet, në 6-7 vite ti ndryshon gjërat komplet.
zemrimi që ti ke në për këngët e tua, sidomos për këtë falsitet të jetës, për këtë make-upin për të mbuluar plag më shumë se sa për të zbukuruar që bëjnë njerëzit. Çfarë përpiqesh të arrish? Do ta them gjën më natyrale që vjen. Faqen teme të zezë, do thosha unë gëknisht. Është zemrimi yt, janë observimet e tua. Unë them ta them edhe ku di unë ku shko, se nuk po e marr vesh as vetë, jetoj një konfuzion total. Se ka një gjë, unë mendoja që i drejtohesha një target audiencë tjetër, që ishin njerëz në rrethe, përfundova mi target audiencë më elitare, dhe pastaj kur u hasa me këtë target audiencën elitare dhe dilja në emisione në radio apo flisja për gjëra, dhe i thoja për shembull, unë kam shku te psikologu se doja të flite si gjë, pasi mendoj që shumë djem edhe që janë gangstera sot miq, po shkonin te psikologu do ishin gangstera më të mirë. Edhe do mendoj që po. Edhe unë mendoj që po, dhe unë e kam pa një intervistë kur e kam thënë unë me zë atë, janë drydhur, gjua e tyre trupore ka qenë jo rehatshme, dhe unë thash, mor zotri, thash vetes, kujt po i flet çapo ndodh. Prandaj nisem edhe emisionin që nuk ja kam idenë kush jam as çapo bëj. Thjesht po e bëj dhe mendoja që jam më mirë më në fund, se dikur i mendoja shumë, tani thjesht po i bëj. Asgjë nuk më ka funksionuar në plan. Kam dash një këngë të shkoj një audiencë, ka shku një audiencë tjetër. Kam prit një target audiencë, ka shku një tjetri. Kam menduar që po bëj ndryshim këtu, s'kam bërë aty, po kam bërë diku tjetër. Tekstin e parë, mban mend çfarë moshe ke shkruar? Ndër tekstet e para, po ka qenë 17 vjeç. Unë jam bërë viral 17 vjeç. Kam pas një këngë për ambulancën që vënojnë trafik dhe për një djalë që vdiste, sepse nuk ja hapnin rrugën. Dhe ka qenë ndër këngët Diku mbi re e ka pas titullin, s'është më në YouTube, e ka pas edhe dikush tjetër, thjesht unë e kam pas këndu. U bë viral edhe më hipsha në fugonat e Kamzës. Sa shashin edhe me nona, ata si bëjnë stadium, ha mor ky që e ka bo këtë këngë sa të bukur, e ka bo njerëz se dini që isha unë, që e kisha bo, mendoni që isha me rritër. Çfarë ishe kur e dëgjoja? Knaqesha. Më kanë shkruajtur njerëz të famshëm që kur isha 17 vjeç, flashim shumë vite më përpara, sepse ishte temë sociale, unë i shifsha njerëz në lagje, shtypte makina, ka qenë kaos atëherë. Edhe vonota ambulanca, do ta kapte dikush. Tekste dashurie ke shkruar? Jo, është më vështirë më shkruaj për dashurinë. Nuk e shkruar asnjëherë. Jo, kam shkruajt, po kanë qenë të shkruara me mend. Jo natyral. Dhe nuk e ke nxjerr, nuk e ke shkruar me. Jo. Unë jam shumë i lumtur me partnerën time dhe jo, nuk e di, domethënë nuk e di çfarë shkruaj, se marrëdhënia është faleminderit që ekziston, ti thënë ta bëj 3 sekonda këngë dhe ta lë me aq. Po, tekstet që ti po mendoje nuk ishin 3 sekonda, po aq ishin. Kaq është, faleminderit që ekziston, partnerës time është gjëja më e mirë, po unë ja them për ditë nuk e di çfarë do bëjnë këngë, domethënë. Okej. Mbas këtij zemrimi në për tekstet e tua, që se dhe kënga e parë ka qenë pikërisht për një padrejtësi sociale. Po. Dhe ne e thamë dhe në pjesën e parë të emisionit që ti je njëri që përfshihesh dhe në sherrë, po pa të padrejtësi, edhe sot mund ta bësh këtë. Po. Shpresojmë që kjo pika jote e dobët të mos jetë ekspozuar, që të shfrytëzohet negativisht nga të tjerët. Çfarë dhimbjesh fshihen? Do doja shumë, po shumë, njerëzit e vetë veshgoheshin më shumë, do doja shumë. Po t'isha bilioner, do paguja qindra institucione që t'i mësonin që fëmijët vetë veshgohen. Mos t'je në autopilot, sepse lëndojnë shumë, sepse mërzishin shumë, sepse bëjnë padrejtësi shumë, sepse ju bëhet padrejtësi shumë. Pra dhimbja bazë është njerëzit. Zhgënjimi. Po, është zhgënjimi. Më duket kaq e thjesht për të jetuar në paqe me njerëzit. Unë i du shumë njerëzit që janë shumë thjesht, pa komplikuar. Zhgënjimi, lëndimi, po. Okay. Pastaj do vetë izoluar, siç bëj edhe unë. Tani nuk kam kohë, nëse dikush do të flasë mu për problemet e tij, numrin
Ermala si slari e kam telefon. Përshëndesim Ermalin. Përshëndesim Ermalin, dhe ashu ja bëj. Dhe sinqerisht ashu ja bëj. Nuk e marr më iniciativen të t'i them askujt për asgjë dhe çfarë të bëj. Çfarë të mire ka të mos jesh autopilot? Mendoj që do jesh në prezentën shumë më shumë, dhe po që je në prezentën shumë më shumë, është shumë herë më bukur. Është shumë herë më bukur nëse ti vuan, është shumë herë më bukur nëse ti gëzohesh, është shumë më bukur nëse i thu dikujt të dua, është shumë më bukur nëse unë e bëj intervistën siç po e bëj sot, dhe po të shoh ti në sy, duke mundu të jem sa më shumë prezent, dhe është ndryshe po ta bëj në autopilot diku tjetër, se janë ca pyetje për të bërë dhe për të thënë. Është ndryshe. Okej. Nuk e di sa do doje ti të jetoje, sa gjatë do doje ti të jetoje. Sa më shumë tjetë mundur. Sa më shumë tjetë mundur. Dhe nëse ti do e shkruaje në atë epitafin e vdekjes për veten tënde, çfarë të doje të shkruaj ose çfarë doje të shkruaje ti? A di pse se unë po e mendoja, po më thoshte Sardi miku im sot, po më tregonte malama ne, tha nëse më ndodh gjë mu dhe më tregoj se si do donte ti ishte arkivoli dhe ishte maska e vdekjes e bërë me Alçi, dhe i thash, po ti më tha mu thash, më jeni diku ku nuk e di askush. Dhe nëse do kishe i plag dhe shkruante kot, kaq. Kot? Kot. Kot do të thot? Kot gjithçka. Është në të njëjtën kohë, është kot, është e bukur, është ne as nuk ja kemi idenë çfarë është e gjithë kjo. Kot që pretendojmë, ma sa kam kuptuar, kot që pretendojmë, na bën të ndihemi më mirë, jep identitetit ton sens. Ndihemi sikur jemi dikush, ndihemi sikur mund t'i japim dikujt mend siç bëja unë dikur. Duke sikur ti je versioni më i mirë. Tashmë ai para 2 vjetësh ka qenë më i mirë, ti upgrade-u. Ky është edhe problemi im, unë jam marr shumë duke qenë se mbi kompensoja shumë, me vetë përmirësimin për ta kuptuar që është kancer. 2 vjetet e fundit. Po, kjo ishte pyetja e parë që më bëre kur pam sot. Po, që të pyeta ndalon ndonjëherë? Dhe ti më the? Jo. Nuk ndalon. Çfarë është një gjë që nuk është kot për ty në këto momente? Po, shumë paradoksale se do ngjaj. Nuk duket që e ke problem paradoksin. A mund të them personazhe publike këto, ç'a duan, më the? Të referencoj të kuotoj? Po. Më dukem si Grida Duma, do flas zëra fancy pa lidhje. Okay. Domethënë, kot është gjithçka. Kot në këto momente. Por që po flasim, çfarë nuk është kot për ty? Gjithçka është kot dhe s'është kot. Nuk di si ta shpjegoj. Për mua janë shumë të bukura, po në të njëjtën kohë nëse unë mundohem t'i vesh me perceptimin tim, po i vesh kot sepse nuk po e kuptoj çfarë është. Dhe një ndër këngët e mia është thonë se Zoti botën e krijoi me fjalë, me to u shpik gënjeshtra me kati i parë. Pra fjala ku shofu një pemë, një gjë, kur unë mundohem ta identifikoj e kuptoj se s'ja kam idenë, them pa sa kot. Po nëse e shoh, se di si ta shpjegoj, është më shumë emocionale. Nëse e shoh pak të gjën, është shumë e bukur. Nuk jam shumë konfuz, nuk di ta shpjegoj këtë, se më pyesin shpesh. Okay. Është nuk e shpjegoj dot racionalisht. Beson në Zot? Besoj në një krijues, po. I lutesh? S'ka shans. Nuk ka shans. Kur e ke thënë për herë të fundit fjalën Zot? E them, po kjo është autopilot. Jo në autopilot. Jo se kam thënë, edhe në momentet mia më të vështira. Nuk e ke thënë asnjëherë. Jo. Besoj se ka një krijues. Besoj që diçka ndodh për shumë arsye, për cila unë nuk do i marr vesh kurrë. Dhe kam bërë. Dhe mendoj që njeriu ka një marrëdhënie me Zotin për t'i dhënë identitetit tim shumë rëndësi, identitetit ti shumë rëndësi, është shumë e komplikuar, nuk do më duan njerëzit kur ndiqojnë radio pastaj. Okej. Ta lë, jeni shumë mirë. Aris ke Sir A edhe Killua. Po. Thjesht doja ta kuptoja. Sir A është kur shkruaj në mënyrë shumë më naive. Okej. Më të sinqert, më të drejtë për drejtë. Dhe Killua është kur shkrimi im është më mendor, nëse mund ta them kështu, se sa emocional. Okej, më irracionalizuar. Më racionalizuar. Nice, në këtë moment ne do dëgjojmë meditimet e Arisit. Aris,
po flisnim, po kemi prekur shumë tema të forta sot. Nuk të ndalem ke ajo e kotit, se Okay. është kemi diskutime të forta për të. Çfarë nuk arrin dot të shohin njerëzit tek ti? Sa pyetje. S'pa kishe bëu kush këtë pyetje, do ta mendoj 30 sekonda. Unë mendoj që njerëzit nuk shohin sa shumë përpiqem. Pasi duke u marrë shumë me veten time, ndoshta më shbo mekanizëm mbijetese që në adoleshencë bëj të duket me pak efort. Edhe kur vuaj, e bëj duket sikur është më pak pesh se sa është. Dhe unë harroj se sa shumë përpiqem. Kisha harruar për shembull, motra ime ma ka kujtuar 20 vjeç, nuk kam qenë aq i mirë me anglisht, kam qenë mesatar dhe ajo më ka thënë mu një periudhë ti vetëm ke lexu libra për përmirësu anglishtën. Unë e kisha harruar fare si që thjesht sepse unë thoja, shiko se ky ambient këtu ne do na sakatoj dhe do të qeni zgjidhjet dal nga ky ambient ose ambientin rreth meje ke mundësi ta influencoj disi për mirë. Po i bëj gjërat shumë duken shumë effortless, por dhe ma kanë thënë njerëzit të gjë. Ti ke në ide pse bën këtë? Nuk e di të thënë drejtën. Nuk e di. Do ta mendoj. Po, ke vetja ka gjëra cilat nuk i sheh, sidomos ka ajo pjesa e errët. Ka gjëra që nuk i shoh, mendoj që jam shumë kërkues, i lodh njerëzit. I lëndoj duke kërkuar shumë. Më shda shumë kohë të kuptoj që njerëzit nuk kanë të njëjtin ritëm domosdoshmërisht, dhe jo ritmi im është më i miri. Ritmi diku që ndoshta e merr më ngadalë është më i shëndetshëm dhe më i mirë. Po unë duke qenë se kam ardhur nga një terren pak i vështirë, më zhdash ritmin e ngadalë. Nuk e pëlqeja shumë dhe kam lënduar njerëz pafund. Si? Duke thënë ky është versioni jot më i mirë, ti duhet bësh më shumë, pse nuk je çun këtë orar. Ne diti që jemi në marrëdhënie shoqërie, çfarë do qoftë bashkë, ti duhet bësh më shumë. Unë po bëj, ti bëj. E kuptoj. Kërkoja llogari. Kjo bën sens. Dhe mendoj se kërkoja nga frika. Një frika kryesore që kuptova më vonë është që unë kisha frikë që nëse unë do rrëzohesha keq, njerëzit rreth meje nuk do më mbanin dhe unë i testoja në këtë lloj mënyre. Dhe dyta, kisha shumë dëshirë të mos i shija duke vujt. Dhe i bëja unë të vunin. Ç'do të thotë rrëzohesh keq? Kur ti nuk je i vetëdijshëm. Për rrëzimin. Po, dhe për ato që po ndodh rreth teje. Unë për shembull dhe kur pi alkool ose jam gjithmonë i vetëdijshëm. Shumë rrallë kam humbur vetdijen, çfarë do lloj gjëje që kam pi. I rrëzuar? Jam rrëzuar patjetër. Çfarë ka ndodhur? Kam pas njerëz rreth meje, po ka pas edhe njerëz që do doja t'i kisha dhe si kam pas. Vetëm për ata që nuk po e shohin këtë moment, ke një pamje për një fëmijë kaq naiv dhe kaq të vërtet. Faleminderit shumë. Që vetëm kot nuk është. Me që po e flisnim. Kot. Do doja të ishim mas të ktheheshim koma sa vitesh, po nese. Ndoshta. Okej. Ndoshta rikthehemi. E vërtet. Aris, si është t'jesh i njohur, i famshëm? Kot. Po, përveç kot. Është për mua si njeri nuk është gjëja më e mirë në botë, unë jam një njeri që du privatësi. Po në të njëjtën kohë sigurisht që t'jep facilitete për të bërë gjëra, t'jep kontakte, ti mund ta bësh një gjë që ti e ke në mendje, një vizion tënd, një këngë tënde, një video tënde. E qartë, më shumë do doja dija në terma personal, çfarë shkakton kjo gjë? Se sa lehtësira sociale të ngren emocionalisht kur njerëzit të duan ty, sigurisht ti validohesh se po bën një punë të mirë.
Pastaj, njerëzit sigurisht që kanë gjëra tjera për të marrë me jetën e vet, sidomos nëse je muzikant, dhe pastaj të lëshojnë, që është shumë normale, dhe unë mendoj që këtu është pika kryesore e të gjithë njerëzve që merren me industrinë e argëtimit, që ata kur rrëzohen, a do mundën ata t'ja nisin me të njëjtën buzëqeshje nga fillimi dhe sa më pak kompromise tjetë mundur. Sepse njerëzit kur rrëzohen, është momenti kur bëjnë kompromise. Për fat të keq, sepse rrëzimi nuk është i bukur. Dhe ka disa kompromise që lënë shenja. E kuptoj. Do doja të dëgjoni këngën me kajt para se ta mbyllim. Faleminderit shumë. Kënaqësi që kur të njoha. Gjithashtu dhe për mua sinqerisht. Në takimet që ne kemi pasur para këtij emisioni, unë të falenderoj që ti lejove që për ata që dëgjuan të mos ishte një artist që do të shesi shtrenjtë veten e tij, po të ishte njëri shumë i ndershëm, kompleks, edhe kundërshtues në të gjitha ato që the, por mbi të gjitha unë çmoj dhe vlerësoj shumë faktin që ti ishe i vërtet. Kështu që të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit ty. Edhe për gjithë qelizat e ndershme. Faleminderit ty për këtë që po bën. Faleminderit 100 herë, edhe për disa miqve të mi që e ndjekin. Faleminderit. Sinqerisht, edhe më kanë thënë që për ta është shumë e rëndësishme kjo që po bën. Faleminderit, sinqerisht ta them, edhe besoj duke ndjen të ndjek edhe sot, sepse njerëzit në fshehtësinë e tyre të dëgjojnë dhe pse ndoshta nuk shkruajnë. Këtë mos e harro kur këtë. Këtë do ta them sepse kjo ka ndodhur me këngët e mia dhe faleminderit edhe ty që e vërtet. Faleminderit dhe ju që na dëgjuat kudo që ishit. Ju uroj një javë të qetë dhe dëgjohemi të hënën që vjen me emisionin Vetmia e Dhjetorit.